Mirëserdhe në News Hour, unë jam Erneta Shevroja dhe do t'jemi së bashku gjatë këtij edicioni. Kryeministri Edi Rama thot se Partia Demokratike është vetmja parti parlamentare në Europë që dhunën e ka pjesë të programit politik. Në reagimin një ditë pas protestës së dhunshme, ku arrestuan 18 persona, Rama thot se aktet e shkatrimit u krye nga militantë të rekrutuar me para dhe të dirigjuar nga drejtues të opozitës. Shefi i qeverisë e cilësoi protestën si një degenerim të pandalshëm nga dëshpërimi dhe uroi shërim të shpejtë efektiveve që u plagosën. Një ditë pas protestës me molotov dhe fishek zjarre të Partisë Demokratike, kryeministri Edi Rama tha se nuk ka parti të dytë parlamentare në Europë që kryefjalë të programit të ketë dhunën dhe sulmin ndaj pronës publike, si ajo e drejtuar nga Sali Berisha në Tiranë. Dhe vetmja gjë që lë pas është shkatërimi. Ka vetëm një parti parlamentare në Europë që të ketë në programin e aktivitetit të saj si pjesë të pandarë të ekzistencës së vetë qysh nga lindja, ushtrimin e dhunës, shkatrimin e pronës, sulmin ndaj godinave të institucioneve deri edhe ndaj godinës së vetë, mobilizimin e paramilitarëve. Akte të cilat thotë se u zbatuan nga militantë të rekrutuar me para nga lidershipi i Partisë Demokratike. Deri dje ishin qeta e liderit shpirtëror, kurse tani më janë thjesht mercenar të rekrutuar me lek nga rrugaçët e lagjeve, që veshin maska apo fshehin fytyrën pas tabelave për të mbaruar punë me hedhjen e molotovëve pa u identifikuar nga kamerat. Ndërsa dirigjenti mbetet i njëjtë, po aq dhe përfundimi, dhunë, zjarr dhe dëshpërim. Tani më këto farë protestash me pislëkun që krijojnë në bulevard, ngjajnë si jashtëderdhja në rrugë e plakut të lajthitur që i organizon, degenerimi pandalshëm dhe dëshpërimi i pangushollueshëm. Në mbyllje të reagimit të tij, Rama i uroi shërim të shpejtë punojësve të policisë, të cilët u lënduan gjatë asaj që e cilëson lukuni e verbër. Vetëm 24 orë pas lunës me molotov në bulevard, Sali Berisha jo vetëm që nuk u distancua, por mbrojti hapur militantët, duke i quajtur heronj të demokracisë. Një protest që u mbyll me urdhër prej tij dhe që dëshmon se shtuna nuk kishte revolt popullore, por protest e drejtuar personalisht nga Berisha. Pa kaluar 24 orë nga shfaqja me molotov në bulevard, Sali Berisha nxitoi të mbrojë dhunën e ushtruar nga militantët e tij mbrëmjen e së shtunës. Ata që Rama i quajti rrugaç lagjesh, Berisha i quajti heronj të demokracisë. Shkëlqeu, siç meriton guximi i trive. I përgëzoj për aktin heroik të kapjes gazet dhe të hedhjes drejt atyre që hodhen drejt narkobanditëve. Asnjë mjet i tyre nuk do mund të mposhtë revoltën e përgjithshme popullore. Por u kujdes të nënvizonte se dhuna nuk u ushtrua me urdhër të tij. Ata u përsollën mesazh çdo shqiptari se nuk po luftojmë për veten tonë, se nuk po luftojmë për Sali Berishën, se nuk po luftojmë për Partinë Demokratike, as dhe parti të tjera, se po luftojmë për ndërgjegjjen e njeriut, për dignitetin njerëzor, për interesin kombëtar. E tashmë qendra amerikane për rrëzimin e Ramës ka rënë, siç e dëshmoi dhe mungesa e karikaturës së tij në protest, shpresa e radhës e Berishës mbetet pikërisht tek ta. Ata janë deri i kombit, krenaria e popullit dhe qytetarëve shqiptar. Ramaduro, fundin e tij të pashmangshëm, do ta firmosin të rit dhe adoleshentët shqiptar që ishin aq të shumë dje në protestën. Por nëse ishin aq të shumë dhe të vendosur, përse Sali Berisha, siç dha sinjalin e sulmit me flamur, po ashtu mbrëm doli dhe po me urdhër e ndërpreu protestën. Ju e pat gatishmërinë e atyre njerëzve që ishin të gatshëm të jepnin Edi Ramës në 30 minuta atë që meritonte. Përgjigja është e thjeshtë, protesta e së shtunës nuk ishte një protestë popullore, por një protestë e Sali Berishës.
Policia e Tiranës arrestoi 18 protestues të lundshëm të cilët hodhën molotov e sende të fortra drejt policisë dhe godinave qeveritare. Mes të arrestuarve janë dhe 3 deputet të Partisë Demokratike, ndërsa 11 efektiv u plagosën gjatë përplasjeve. Prokuroria ende nuk ka reaguar për aktet e dhunshme të protestuesve. Policia e Tiranës ka arrestuar 18 protestues të dhunshëm të Sali Berishës, të cilët hodhën molotov, shashka, fishek zjarre, sende të forta në drejtim të policisë së shtetit dhe godinës së kryeministrisë e të kuvendit. 17 të tjerë janë vënë në hetim, ndërsa po kërkohen 2 protestues, të cilët po ashtu dyshohet se janë të përfshirë në akte dhune. Mes personave të vënë në hetim nga policia janë edhe 3 deputetë demokrat, Luciane Boçi, Klevis Balliu dhe Gazmend Bardhi, të cilët pas protestës mësyn komisariatin numër 1 në Tiranë, ku përplasën me policinë. Gjatë protestës së Sali Berishës nga hedhja sendeve të forta dhe bombave molotov, u plagosën 11 efektiv policie, të cilët pasi kanë marrë ndihmë mjekësore janë larguar për në banesat e tyre. Pavarësisht se oborët e kryeministrisë dhe të kuvendit u kthyen në skenë krimi, Prokuroria e Tiranës nuk ka bërë asnjë reagim lidhur me protestuesit e dhunshëm që hodhën shishe të mbushura me benzinë dhe plagosën 11 efektiv të policisë. Organi i akuzës së kryeqytetit është mjaftuar me referimin që ka bërë policia e shtetit për 37 protestuesit që kanë mundur të identifikojë. Tashmë pritet të shihet se cili do të jetë qëndrimi i Prokurorisë së Tiranës për protestuesit e arrestuar, do të qëndrojë e heshtur apo do të kërkojë që të përfshirët në akte dhune të qëndrojë në qeli. Radio ABC News. Në valët 105 FM Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. në 105 FM. Automjetet e transportit të madrave do të ndalohen të hyjnë dhe të dalin në pikat kufitare që lidhin Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi për shkak të protestave të shoferëve të kamionëve. Kufizimet fillojnë nga mesnata e 26 janarit në akse drejt Malit e Zi. Qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd do të ndalohet deri në përfundim të protestës. Automjetet e vogla, autobusët, mjetet e emergjencës dhe të transportit të pasagjerëve do të qarkullojnë normalisht. Protestat kërkojnë ndryshime në akcizën e karburantit, kthimin e TVSH-s dhe orare më të gjata pune të doganave. Automjetet e transportit të mallrave do të kenë të ndaluar të hyjnë dhe të dalin në pikat kufitare që lidhin Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Hyrja për në vendin fshin do të bllokohet nga mesnata e 26 janarit, ndërsa nga mesdita e të njëjtës datë do të bllokohet dhe dalja nga territori i Maqedonisë së Veriut. Shkak bëhet një protestë e shoqatës së transportit të mallrave që pritet të zhvillohet në shtetin fqinj. Në mungesë të një zgjidhje, protesta sipas drejtorisë së kufirit dhe migracionit në Korçë, e cila është njoftuar nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut, është planifikuar të zgjasë 7 ditë. Në këto pika kufitare do të lejohet të kalojnë mjetet që mund të jenë duke transportuar ilaçe ose bagëti. Pengesa nuk do të ketë as për lëvizjen e automjeteve të udhëtarëve. Në protestë do të dalë dhe shoqata e kamionistëve në Mal të Zi. Autoritetet malazeze ka njoftuar autoritetet shqiptare në pikën kufitare në Han të Hotit se protesta do të nisë nga ora 11:30 të hënës. Për arsye sigurie, qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd nga Shqipëria në Malin e Zi do të bllokohet deri në përfundim të protestës. Në rrugët që të çojnë drejt vendkalimeve kufitare me shtetin fqinj, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, automjetet e emergjencës, autobusët dhe mjetet e transportit të pasagjerëve. Shoferët e kamionëve kërkojnë ndryshime në nivelin e akcizës, kthimin e saj për litër karburanti, kthim më të shpejtë të TVSH-s, orare më të gjata pune të doganave dhe inspektoriateve fitosanitare në kufi e të tjerë. Nuk na duhet ndihmë, kërkojmë marrëdhënie partneriteti me shtetin. Shteti ka detyrim të na mundsoj punë normale, por që nga momenti kur kemi nisur të shprehim pak kënaqësinë, situata vetëm është përkeqësuar. Policia në Mal të Zi ka lejuar protestën për 72 orë, por shoqata thotë se ka kërkuar zgjatjen e saj për një periudhë të pacaktuar. Mbyllen hetimet për 6 personat e përfshirë në rrjetin që transportonte ilegalisht shqiptar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prokuroria e Tiranës thotë se koka e grupit Nazir Maçi drejtonte aktivitetin kriminal gjatë kohës që ishte i burgosur në Fushkruj. Hetimet nxjerrin në pa edhe rolet e personave të tjerë, të cilët shoqëronin klientët dhe u siguronin dokumente të falsifikuara në këmbim të $35.000.
Të përfshirët në grup kriminal që transportonin kundrejt pagesave në mënyrë ilegale qytetarë të ndryshëm dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të dalin në gjyq. Prokuroria e Tiranës mbylli hetimet për 6 persona të cilët mundsonin kalimin ilegal drejt Shteteve të Bashkuara në këmbim të 10 miraerove. Në njoftimin zyrtar të prokurorisë thuhet se Hazir Maçi, i hetuar më parë me të njëjtin aktivitet të trafikut të qenie njerëzore, ju ka kërkuar të paktën 3 shqiptarëve që t'i dërgonte në Amerikë dhe Kanada të paguajnë çmimin prej $35,000. Itinerari që ndiqte Hazir Maçi për të kontrabanduar njerëz fillonte nga Shqipëria dhe më pas nga vendet e Europës drejt Republikës Dominikane e përjandej me dokumenta false drejt Kanadas, ose nëpërmjet Porto Ricos duke përdorur dokumente udhëtimi false. Ai ka drejtuar veprimtarinë kriminale nga ambientet e paraburgimit të fushkryes nëpërmjet telefonit, duke përdorur 2 numra të ndryshëm për të komunikuar me familjarët e tij. Leila Maçi, bashkëshortja e Hazir Maçit, shoqëronte klientët që kishin paguar transportin e tyre në mënyrë të palishme drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa i vëllai Ardian Pirani shërbente në përmarrjen e porosive nëpërmjet linjave të udhëtimit Tropoj-Tiranë, ndërsa Endrit Nezira, i punësuar pranë agjencisë turistike, ka ndihmuar duke i vënë në dispozicion foto të dokumenteve të 2 të huajve. Çerkez Nikoçi, duke qenë shofer automjeti, ka mundsuar transportin e dokumenteve të falsifikuara, ndërsa Alfred Maçi akuzohet për veprën penale ndihmë për kalim të palishëm të kufive, pasi i vendoste në dispozicion Hazir Maçit të dhënat e pasaportës së tij britanike si model për të prodhuar dokumente të tjera të falsifikuara. Çerkez Nikoçi, Hazir Maçi dhe Ardian Pirani u arrestuan nga policia me 11 shtator të vitit të kaluar. Një 20 vjeçar rumun i cili mbahej në burgun e Shkodrës ka ndëruar jetë paradite e nesë të dielës. Sipas drejtorit të burgjeve, 20 vjeçari rumun i njohur si Nicolau Und dhe i njohur edhe si Erion Deliver është konstatuar nga personeli duke i shndruar në shtrat me parametra të ulët jetësor. Menjëherë është nisur me urgjencë drejt spitalit të Koplikut. Gjatë transportimit është dhënë ndihma mjekësore nga stafi shëndetësor, ndërsa në spitalin e Koplikut, pavarësisht se i është dhënë sërish ndihmë mjekësore, ai ka ndruar jetë. Për këtë rast priten rezultatet e ekspertizës mjekoligjore, ndërsa deri më tani dyshohet se shkaki i vdekjes mund të ketë qenë një goditje në zemër. 20 vjeçari është arrestuar më 7 tetor të 2024-s dhe mbahej me masën e sigurimit arrest me burg për veprat penale, vjedhje me dhunë dhe prodhim dhe shitje të narkotikëve. Kryeministri Edi Rama do të niset nesër në një vizitë zyrtare në Izrael. Rreth orës 11 të paradites, kreu i qeverisë shqiptare do të pritet nga homologu Benjamin Netanyahu, me të cilin do të ketë një takim kok më kok, i pasuar dhe nga një deklarat e përbashkët për shtyp. Ndërsa pasdite, Rama do të pritet me ceremoni të posaçme shtetërore në kuvendin e Izraelit, të cili do t'i drejtohet me një fjalim historik, sipas protokollit që Kneseti ka rezervuar një numri të kufizuar liderësh, përfshirë presidentin Amerikan Donald Trump. Kjo vizitë e Ramës vjen pak ditë pasi kuvendi i dha dritën jeshile aderimit të Shqipërisë në bordin e paqes. Bordi i paqes është shenja vlerësuese në zhvillimin e Shqipërisë, progresin e së cilës nuk e ndalon dot ata që dhunuan Tiranën një ditë më parë. Kryeministri Edi Rama reflekton në fund të një jave me 3 zhvillime, 15 vjetori 21 janarit, Bordi i paqes dhe protesta e Partisë Demokratike. Ftesa e presidentit Amerikan Donald Trump për t'ju bashkuar në bordin e paqes për kryeministrin Edi Rama mbart një domethënie të fortë politike që shkon përtej protokolleve zyrtare. Në podcastin Flasim, kreu i qeverisë komentoi votën pro të demokratëve të njëjtë në parlament, që shuajti dhe shpresat e tyre për rrëmbim të Ramës në Tiranë. Shqipëria si një shtet që ka zgjedhur paqen si busullën e vet të përhershme, dhe që ka ditur të kontribuojë në tryeza të rëndësishme ndërkombëtare, e pranoi me një po të fortë, edhe me votat e atyre që deri në momentin që votuan nuk lanë gjë pa thënë, po kjo është një temë krejt tjetër, një ftesë përtej protokolleve zyrtare dhe me një domethënie shumë të fortë politike
po edhe historike, sipas meje për Shqipërinë. Ndër ngjarjet kryesore të kësaj jave ishte 21 janari, 15 vite pa drejtësi. Rama kritikoi SPAK për vonesat që janë hasur gjatë hetimit të krimit shtetëror, kur me armët e shtetit u vran 4 qytetar të pafajshëm. Kreu i qeverisë bëri thirrje për nxjerrjen e autorëve para ligjit, nga urdhëruesit tek zbatuesit. 20 janari erdhi me hijen përqeshse të padrejtësisë. SPAK-u, i cili prej 6 vjetësh ka marrë jetë, gëzon mbështetjen e padiskutueshme të zgjohet dhe të bëj më në fund punën e vet mbi këtë krim që është një njohull për drejtësinë shqiptare dhe nuk duhet lejuar që të bëhet një njohull, sepse do të jetë e pashlyeshme për vetë SPAK. 4 protestuesit e pafajshëm u vranë në bulevard në 21 janar 2011, ndërsa po protestonin kundër korrupsionit qeveritar të Sali Berishës, aso kohë në koalicion me Ilir Metën dhe Lulzim Bashën, ministër të brendshëm. Sot pas 15 vitesh, Ilir Meta është në qeli, ndërsa Sali Berisha në kuvent, pa dhënë ende llogari për krimin shtetëror të ndodhur poshtë zyrës së tij. Por për te këtyre ngjarjeve që dominuan javën, një mesazh Rama e kishte edhe për prioritetin e qeverisjes së tij, antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky është një vit kur Shqipëria duhet me patjetër të provojë se është e gatshme jo vetëm t'i kalojë reformat, por dhe t'i jetësoj ato, duke pasur parasysh që të gjithë çdo ditë në çdo hap se ky moment nuk mund të humbet. Kjo është gjithçka për këtë edicion. Për të rejat më të fundit, ju ftoj të klikoni në website-in ton abcnews.al, ku do të gjeni dhe komente të ndryshme. Faleminderit për vëmendjen.